Për menun tuaj të ditës ju propozojmë që për ëmbëlsirë të përgatisni sy bufi. Për përgatitjen e këtij specialiteti ju nevojiten këto prodhime: 4 banane, 50 gram çokoladë përgatim, 200 gram margarin, 100 gram sheqer pluhur, 120 gram sheqer, 3 vezë, 700 ml shtalp, 4 vezë, 4 lugë miell, 8 lugë sheqer, 1 lugë kakao, 1 pako tharm. Koha e nevojshme për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire është 60 minuta. Recetën e fillojmë me përgatitjen e brumit. Ne nën përpërzierje thyem 4 vezë. Fillojmë t'i rahim me mikser dhe shtojmë sheqerin. I rahim derisa shkrihet sheqeri. Tharmin dhe kakaon i shtojmë në enën me miell. Përziejmë me lugë. Duke e përzier me tel kuzhine, miellin e shtojmë në enën për përzierje. Përziejmë derisa fitojmë një masë homogjene. Brumin e hedhim në tavë të mbuluar me letër. E rafshojmë. Tavën e vëmë në furrë. Pjekim 15 minuta në temperaturë 200 gradë. Fillojmë me përgatitjen e kremit. 3 vezët e mbetura i thyem në enën për përzierje. Shtojmë sheqerin. I rahim derisa shkrihet sheqeri. Masën e fituar e vëmë të zjejmë mbi avull. Në këtë masë shtojmë çokoladën e thyer në copë. Përziejmë që çokolada të shkrihet më shpejt. Pasi shkrihet, e heqim tenxherën nga zjarri. Masën e derdhim në një enë të madhe dhe të cekët, që të ftohet më shpejt. Tavën me pandispanjën e pjekur e nxjerrim nga furra. Margarinën e vëmë në enën për përzierje. Shtojmë sheqerin pluhur. I rahim me mikser derisa margarina të fillojë të shkumohet.
Ne nën për përzierje shtojmë kremin e ftohur. Përziej me mikser derisa të bashkohet masa. Pandispanjen e pjekur e heqim nga tava. E kthejmë nga prapa dhe ja largojmë letrën. Pandispanjen e kthejmë nga fytyra. Mbi të hedhim kremin. Me thik tër pandispanjen e lyej me krem. Bananet i qërojmë dhe i rendisim në të dy skajet e roles. Me ndihmën e letrës, pandispanjen e mbështellim në formë roleje nga të dyja anët. Mesin ku bashkojmë dy rolet e lyejmë me krem. I shtypi me duar që të ngjiten rolet. I lëm të ftohen. Ndërkohë në enën për përzierje hedhim 700 ml shtalp. E rrahim me mikser derisa kremi pana të fitojë densine e duhur. Kremin pana e mbushim në shiringën e kuzhinës. Me ndihmën e saj, rolen dyshe e mbulojmë me krem pana. Në anën më të shpeshtë rende zgrim çokoladën për gatim. Me thik rolen e presim në copë. Tri copë nga ëmbëlsira sy bufi i vendosim në pjatën për servirje. Me këtë ëmbëlsirë rekomandohet vera e thatë e bardhë cilësore e llojit të rushit Chardonnay, me aromë të frutave dhe me shije të ëmbël. Serviret në temperaturë prej 10 deri në 12 gradë. Në fund, shijoni edhe një filxhan kafe. Ju bëftë mirë!